Jam e kënaqur me atë punë që e bëj, çka do të qoftë, ndoshta se kisha ndruar me asgjë. Martesat po janë më jetë gjata ato që kanë qenë me shkuës, se sa këto për shembull që vetë pi gjejmë, vetë pi marrim, po për një fjalë ndoshta po prishin për një mos pajtim më të voglin. Këto besa shqiptare ka qenë shumë e madhe ti, çka do të kenë, ke besuar që ata dhe u kry. Pavarësia ekonomike është shumë e rëndësishme për femrën, sidomos, dhe je e zoja vetit edhe shumë thjesht, je e mbarën prej askujt. Na nuk mund me shku ka shkojnë fëmija. A din çta kuptoje? Asnjë prind nuk mundet, se tash njëri është në Gjermani, njëri në Norvegji, ti ka do të shkojsh? Si jemi disponim? Mirë, faleminderit. Ku je të shku, qa dolja? Në fakt, jam punë, po sot nuk jam me qenë se qashtori janë rrethonat. Si e kalon një kohën e lirë? A keni në fakt kohë të lirë, mjaftueshëm? Jo mjaftueshëm, se kisha dashur, po s'kam me qenë se jam punë, domethënë punë, shtëpi, për kushtimet familjare, kështu që dal, mjafton pauza që dalim. Çka punoni? Gjithçka. Kanë pak. Nuk ka rëndësi çfarë punojmë, me rëndësi është që, domethënë, kolegialiteti është shumë nivel tepër mirë. Jam e kënaqur me atë punë që e bëj, çka do të qoftë, ndoshta se kisha ndruar me asgjë. Me asë se kështë ndru? E se në ka shtu të pyta, a ki vështirë? Jo, nuk është puna e vështirë, po thash nëse je e lumtur, domethënë, je pa marrë parasysh puna nuk bën asgjë. Çfarë të bën ty të lumtur në jetë? Lumtur, pikërisht është familja, kuptohet bashkëshorti, fëmijët, shoqëria, gjithë. Që sa ku e martu? 33 vjet. 33 vite e martu, apo? Se pse ma le për shtypin që martu shumë e rej? Jo, që 33 vjet jam martu, në fakt, jo. 25 vjeçar, 24 vjeçar. Ani tamam, s'ka martu dhe shumë e rej. As e rej, jo, as e vjetri. Që si martuve, si njoftuve? Jo, në fakt atëherë ka qenë martesa me shkuës, me mësit miqësh, e kanë qytë atëherë, po pa marrë parasysh, unë pe kuptoj që ndoshta kjo koha e tashme ka mundësi, për shembull njihen, mirë po prap, martesat po janë më jetë gjata ato që kanë qenë me shkuës, se sa këto për shembull që vetë pi gjejmë, vetë pi marrim, po për një fjalë ndoshta po prishin për një mos pajtim më të voglin. Tash jeta i ka sfidat e veta, sfidat nuk janë veç për milion, po mi te i kalu, mu sforcu, edhe kështu mendoj që bëhet familja. Po mendon që me mëset më shumë martesat më afat gjata, se sa këtu që i gjejmë. Sigurisht, edhe ju jeni për shembull njohuri që çiftet e vjetra divorce nuk ka pas. Rroll shumë për shembull vetëm nëse ka pas ndonjë par problemi shumë të madh për ndryshe. Ka atku, se ta shumica ndarje vijnë për shkak të interesit edhe tradhtisë. Nuk e di, ndoshta edhe më pak ka qenë pak tradhtia. Nuk e di. Nashta ma pak ka qenë pa, po them edhe me qenë se s'kanë qenë rrjetet sociale, ndoshta edhe nuk janë zbulu disa akujt adione, po tash besimi ka qenë besnikëri janë pak, ose qysh me qujt, këto besa shqiptare ka qenë shumë e madhe, ti çka do që ke qenë, ke besuar që ata dhe u kry. A mendon që do të më u fal tradhtia? Tash nuk e di. Ndoshta kisha mendu për shumë arsye se familja është gjithçka. Ti mundesh me pas pasuri, mundesh me pas gjithçka, ama familje nuk mundesh me ndërtu kur dush. Andaj edhe tani për me pas një familje të shëndosh, do të bazamenti me qenë i shëndosh. E kështu që s'di. Kush mendon që më shumë tradhton ose shkak i ndarjes, meshkujt apo femra? Si e shete? Po s'po di ç'më thon prej kanë vështrimit tem, ndoshta mendoj që meshkujt, po në fakt me kontraftojnë meshkujt me femrat, unë mendoj 50-50. Mi po ka femra që janë beqare me burrat e tani të martuar, apo kupton? Unë po them, po për faktin që tradhton një mashkull me një femër ose një femër me një mashkull, unë mendoj që 50-50 është atë, se për ndryshe, ndoshta nuk e di. Tash ka qenë meshkujt, po tash është edhe femra, s'po di çfarë. Si femra të sot? A do të femra me ne më mojtin krah burrit apo me çelë e zoja vetës? Jo. Pavarësia ekonomike është shumë e rëndësishme për femrën, sidomos, se domethënë mos më qenë shkak ajo që unë po të moj, unë po kujdesem për ty ose diçka. Ti je e zoja vetit edhe shumë thjesht je e mbarën prej askujt. Ajo që ti ki raportet të shëndosha, nuk do me thonë që si më mbarën edhe tash nuk po të formohet. Ja veden, raportet të shëndosha do të me qëndru pavarësisë ekonomike. Ato do të me qëndru vetë. Vetë, pas, mësë më mojtë krahë burrit. Ashtë më rritë, ta quajmë.
Nëse është aftë me punu ajo grua, po Mari nuk është, po tash me ta thonë drejtën në për realitetin, në kohën e mahershme nuk ke mujt me gjetë një vend punës. Se edhe për meshkujt ka qenë situata, ka qenë atil që nuk kanë mujt me gjetë. E tash shëqër Zotit, pol Zotit që ka mundësi plot, pa marrë parasysh çfarë profili ose çfarë, do me thonë, ki kryme, mirë po ki mundësi me gjetë punat ndryshme. Edhe mos është mundësia, ka mundësi edhe me punu edhe krejt. Se atëherë për shembull nuk ka qenë kjo mundësi. Çfarë është gjëja më e vështirë që të ka ndodhur në jetë? Gjëja më e vështirë që më ka ndodhur në jetë është për shembull kur jam martu, familjarët më kanë shkuar në Gjermani, unë kam met këto, domethënë që kjo ka qenë e gjitha. Për martu pa i pas I kom pas, po tani në fakt ata kanë shku, se kanë qenë atje, unë e pejumë në mbeta këto, mos u martova, ata shkuan edhe që kjo ka qenë gjëja ndarja prej familjes, ka qenë më e vështira. Po, tjera, do më thënë, s'kom pas shumë vështira. Se shkove dhe te? Unë isha pejume tash burrë. Burën e me? Nuk kom insistu në atë mënyrë, se edhe pse tash, po thëmë se pali vetit, se tash djalim ka shku në Gjermani. Vajzën e kam pejume tash në prellë dhe ajo më shkon në Norvegji. Veç që pas këmejt. Edhe një vajzë e kom këtu, ajo çfarë zgjidhje bën nuk e di. Shko edhe ti, shko. Jo, na duhet... Na duhet ta kem foljen tonë, edhe në foljen tonë të vinë fëmija tonë. Na nuk mujnë me shku ka shkojnë fëmija. A den që ta kuptoje, as një prind nuk mundet. Se tash njën është në Gjermani, njën në Norvegji, ti ka do të shkojsh? Ki kryme, mirë po, ki mundësi me gjetë punat ndryshme. Edhe, mos është mundësia, ka mundësi edhe me punu edhe krejt. Se atëherë për shembull nuk ka qenë kjo mundësi. Çfarë është gjëja më e vështirë që të ka ndodhur në jetë? Gjëja më e vështirë që më ka ndodhur në jetë është për shembull kur jam martu, familjarët më kanë shkuar në Gjermani, unë kam met këto, domethënë që kjo ka qenë e gjitha. Për martu pa i pas I kom pas, po tani në fakt ata kanë shku, se kanë qenë atje, unë e pejumë në mbeta këto, mos u martova, ata shkuan edhe që kjo ka qenë gjëja ndarja prej familjes, ka qenë më e vështira. Po, tjera, domethënë, s'kom pas shumë vështira. Se shkove dhe te? Unë isha pejume tash burrën e me? Nuk kom insistu në atë mënyrë, se edhe pse tash, po thëmë se pali vetit, se tash djalim ka shku në Gjermani. Vajzën e kam pejume tash në prellë dhe ajo më shkon në Norvegji. Veç që pas këmejt. Edhe një vajzë e kom këtu, ajo çfarë zgjidhje bën nuk e di. Shko edhe ti, shko. Jo, na duhet ta kem foljen tonë, edhe në foljen tonë të vinë fëmija tonë. Na nuk mujnë me shku ka shkojnë fëmija. A den që ta kuptoje, as një prind nuk mundet. Se tash njën është në Gjermani, njën në Norvegji, ti ka do të shkojsh? Jo, ti e ki shpinë tonë dhe... Jo tha djemve mos shkoni, rëni me mu, rëni me prindrit. Jo. A na shta nusët s'ka ndesh me tu me vjeri? Jo, ai djalli ende nuk e ka marrë nusën se ka bo bashkimin familjar, po pa marrë parasysh, a ka desht, a s'ka desht, unë nuk i thëmë me bo një gabim t'il, se le ta kenaj, do më thonë, jetën e vetë, le ta ndërton prej fillimit, s'ka nevojë kërkosh më mbarë për i kërkojt, ose ndoshta për shembull vetëm një pengesë e vogël të ardhmen mund mi kushtu atij. Pse? Unë t'jem shkaktarja. Absolut nuk ja pra pali vetit, kështu që... Allah të ko. Faleminderit shumë për konjë. Faleminderit shumë edhe për ju, kaloni bukur gjithat mira ta. Gjithashtu edhe ti. Faleminderit.